Pa ngrau qikti, që ka si e quan këtë punë ti atje? Po pse së shpunë? Përse je zgjedhur ti në komitetin? Është ti ndrejt. A here pse si ke ndrejt? Ti edhe partia. Jo ti vetëm personalisht. Se ti mund të kesh punuar, mirë. Po ti edhe shokët e tjerë. Pse si keni ndrejt, no? Ju ka thënë partia që ti lini zvarë? Jo, s'ju ka thënë. A here, pse ka ndjarë to? E pse kënë nga ta? Klasa punëtore duhet jetë nga ta? Edhe intelektualet duhet jenë të hedhur? Po here, si e shpjegon ti këtë gjendje kështu kontradiktore? Mos jeni ju të nga thot edhe klasa jo? Lere fjallën ti, unë. Ti ke faj, naturisht. Jo pa dalje. Me dalje. Vetëm konstatojmë që ka gjithë kjo kohë, kupton, që neve kemi zbuluar, kupton, armik, dhe një të gjë i shohim që vazhdojnë. Edhe me lehtësi, kupton, në mënyrë kupton me një shpejtësi të jashtëzakonshme, me një retorikë kupton si bën shoku lavdosh, nëvesh i rumbullakosin të gjitha këto, këndoj shokuramit që këto, kuna kanë sabotuar ka. Në marri vesh për një, edhe të gjykoj kupton se si kanë punuar shokët në naftë. Këtu janë disa në ato drejtimet i kanë dalë në gjyqi i këtyre sabotatorëve të naftë. Ku kanë sabotuar ata? Disa momente, por e dhështë. Kanë hallakatër kërkimet e naftës në njësë strukturash, duke dhënë puse kërkimi në strukturat pa përgatitura me kompleks punimish geologo-geofizike. Në kundërshtim me vendimet e byros politike për këtë çështje. Kjo sot është ka vazhduar. Vazhdon dhe sot po e njëjta gjë. Po. Tjetër, duke analizuar të gjitha strukturat e supozuara që janë nështruar shkimit, rezulton se 80% e tyre kanë qenë së papërgatitura me kompleksin e nevojshëm punimeve. Nga 129 fuse të çpuara në këto struktura, vetëm 7 kanë rënë brenda strukturës. Aty jemi. Aty jemi edhe sot. 20 fuse janë çpuar, 43 fuse për 3 vjetë edhe kanë qenë me rezultat hiç. Është po e njëjta mesele. Kanë braktisur kërkimet e naftës në objektet e ranore, duke u kundërvënë parimit, se, siç ka thënë byroja politike, objektet kryesore për kërkimet e naftës të jenë bëqërore, pa në ndërcuar, në asnjë mënyrë strukturat e neogenit ranor. Kështu në vitin 1970 në strukturat e ranorëve u shkuan 2 puse, në 71-shin asnjë, në 72-shin 5, në 73-shin 1 pus. Po njëjta situatë vazhdon dhe sot. Është shkelur parimi i partisë për të kaluar nga e njohura tek e panjohura gjithmonë në bazën e studimeve komplekse. Gjatë shpimeve nuk është marrë parasysh raporti gaz-naftë, larg-afër, thellë-cekër. Po i njëjti fenomen, që e thamë edhe këtu, 7 sonda që ishin destinuar për gazin, me urdhër u hoqën, edhe u shpërndan gjojat kërkojmë naftë. Me një fjalë, u la gazi, se s'kemi nevojë për gaz. Dhe nafta s'u muar, atje ku quen. As nafta s'u muar atje dhe as gaz s'morëm këtu. Si ja vini emrin kësa juve? Vazhdoni të heshni, po kemi përgjegjësi. Këtë ta kemi të kjatë. Kanë sabotuar në hapjen, përvetësimin dhe studimin e shtresave produktive në puset e çpuara për naftë e gaz,
duke përdorur llogaritje gradient presionit të lartë dhe të pabazuar me qëllimin përdorimi lëngjelarës të rënduar me barit për të mos marrë rezultate pozitive me këto shtresat. Po të ti qoka ti ngërëm. Pse e përdorni baritin, kupton, pa llogari? Pse është përhapur atje naftë, ideja t'ja fusim baritit, kupton, se kemi frikë nga fontanat edhe nga shpërthimet? Pse ekziston kjo situatë? Fare? Keni vend bykën e Olisit. More, makari gjë tjetër, unë barit kupton me atë lëndë e cila rëndon. A qoftë barit, qoftë kakao, nuk më intereson më. Pikërisht, është mbitur shtresë. Edhe pikërisht lidhur me këtë, kanë mbjellë tek shpusit panikun e fontanave. Edhe tash e ekziston kjo. Që është edhe sot po e njëjta gjë. Pra, Ja kështu si këto tash. a jeni të kënaqur juve nga këto shpjegime që po japin të shokët?